pasojave të rënda duhet ndalen, pra, cilat mund të ishin pasojat, dhe se pare mund të kemi një plan, një projekt të administratës Trump që mund të prek Maqedoninë e Veriut, është më reale kjo, apo që të forcohet boshti Hungari, Serbi, Maqedoni, pra, kë shikoni më reale dhe kush janë atë pasoja që ju sapo folët? Unë prej kur ka filluar edhe konflikti në Ukrainë, me që po jam djegës pasues, kam lexuar shumë, kam përkthyer Jedini Habermasin ato që është njeri më me ndikim që i parasheh punët, edhe thjesht unë kam krijuar një version timin, mendoj se edhe kam thënë që qëllimi ka qenë Evropa, nuk ka qenë askush tjetër, domethënë është një lloj do thotë krijimi një rendi të ri botror që do të prek Evropën shumë, sidomos Evropën boshtë, që e quaj unë, për shkak se as Rusia, po as Shtetet e Bashkuara nuk duan një konkurrent fort, si ekonomik, si politik. Edhe ashtu të rezultoi pas 3 vitesh tani që Gjermania e gjithë Evropa bërtham, po përballet me probleme të mëdha dhe do të jenë edhe më të mëdha, sepse evropianët për mua, me që unë nuk i njoh vetëm ashtu, po thjesht një dekadë kam kaluar, kam bërë edhe doktoratën atje, edhe i njoh shpesh u them njerëzve, ore, nuk mund të funksionojnë kështu gjëra sepse dikush në mënyrë lapsuze, ajo Evropë neve na ka ndarë. Bismarcku në Kongresin e Berlinit dhe në 12-ën, domethënë janë këto fakte që unë nuk mund t'i mohoj. Por ne duhet të krijojmë aq shumë njerëz diplomat fuqishëm që të lobojnë edhe të ndikojnë në ndryshime pozitive. Jo merre një bone ambasador një njeri që ka marrë me telefon një fakultet ose në universitetet fantazma që janë sot universitetet private dhe sot e ka përgjedhur në bazë të lidhjeve farefisnore dhe dërgojnë ambasador në një vend që ai nuk di as pak të historinë e popullit vet, kulturën e popullit vet, gjuhën e vet, po të di të bëjë diplomaci në një vend siç është Gjermania apo Shtetet e Bashkuara e kështu me radhë. Domethënë kemi raste të tilla plot që kanë abuzuar edhe me emisarët që duhet ta promovonin çështjen tonë kombëtare jashtë. Skenari që thua ti mund të jetë edhe ai skenar më falç zoti Balla, skenar që është më pak i mundshëm, mendoj që po pozicionon edhe fuqit mëdha, po shifet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bazat kryesore në bon stil në Kosovë. Sazami tani e shifni ju se çfarë ndodhi, është i marrë komplet nga dhëndri Trumpit. Deti po ashtu është për flotën amerikane, që ujrat ja kanë dalë moti Franca, Italia dhe Gjermania, nuk mund më bazat, unë kam qenë në Heidelberg, moti janë, baza më e madhe amerikane ushtrisë ka qenë në Heidelberg, nuk është më, edhe kështu që mendoj që ne shqiptarët duhet ta shfrytëzojmë këtë si mundësi për të paktën për të pasur një këzon. Tani, nëse ndodh kjo, që them unë, domethënë një riformatim edhe i territoreve politike të tanishme, atëherë mund edhe të humbasim territor, jo se jo, domethënë veri i Kosovës është pak më problem, siç do ta shih, nëse do të ndodh, megjithatë përsëri them edhe humbjat nuk do të jetë aq e madhe, domethënë do të ketë një kompromis, marrje-dhënie. Por të paktën, zotri Balla, fëmiu im jo, sepse nuk jeton më këtu. Edhe nuk e di se si do edhe shumë fëmijë të tjerë, po ju që keni fëmijë këtu të paktën do të mund të rriten me një frymë të lirë dhe me një si them me predispozita të kënaqshme jetësore, jo në këtë formë të ketë frikë, do thotë mbaroj fakultete dhe nëse sherifët lokal të një partie politike nuk e pranojnë ose degradojnë ose do thotë gjëra të tjera. Domethënë, mund bëhet më mirë, jo më keq. Ridefinimi është prek vetëm veriun, një nga skenarët, apo po hapur të janë ndorë? Kryesisht jam marrë, do thotë, kryesisht mund t'jap gjykim për fenomene, me që nuk mund të them, nuk jam krye këput person që flas edhe nuk dua të flas sonambul,
por mendoj prerja marrë me fenomenet edhe mund t'i gjykoj fenomenet, ky do tjetë, tani çfarë do ketë marrje dhënie në atë kontekst, nëse do ndodh, po do shohim me ardhmje e afërt mendoj, shohim edhe Bosnjën se si do shkojë, edhe aty do është një problem tani që po ndodh, edhe mund të shkojë deri në atë masë sa që të ketë një riformatim të territoreve politike të tanishme.